Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, e me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Si zakonshëm në një prej hutbeve të këtij muaji gjatë pushimeve verore, ja përkushtojmë vëllezërve tanë mërgjimtar. Prandaj dhe në këtë hutbe do ta ndajmë së bashku që të përkujtojmë, të falenderojmë, ta përkujtojmë vetveten dhe mërgjimtarët për të kaluarën tonë dhe për sukseset e të tanishme. Prandaj në emër timin dhe tuajin u shprehmi mirëseardhje vëllezërve tanë mërgjimtar, gjithsesi edhe këta që sot janë këtu në xhami, po edhe ata që janë jashtë xhamisë. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që të kalojnë pushime të këndshme, të mira, kanë ardhur në familjet e tyre, në gjirin familjar, tek prindërit, tek farefisi dhe gjithsesi që kjo është në interes tonin dhe tyre. Arsyet që ne si zakonisht çdo vit ja kushtojmë një hutbe mërgjimtarëve janë të shumta, në radhë parë për t'i falenderuar përjetësisht për kontributin e tyre dhe pastaj për t'i përkujtuar gjeneratës së re, gjeneratës së luksit, po i quaj, gjeneratës së pas luftës tek ne, se këto të mira që i kemi nuk kanë qenë kështu. Këtë luks që i kemi në vendin ton nuk ka qenë kështu. E ka bërë dikush dhe krejt këtyre të mirave pas Allahu xhelle xhelaluhu ju prin mërgjimtarët. Prindët, vëllezërit, axhallart, farefisi ynë, të cilët kanë sakrifikuar shëndetin e tyre, dikush edhe jetën e tyre, ka vdek atje, e dikush prej tyre dhe po them të gjithë ata kanë ndarë kafshatën e tyre që ne t'jetojmë më mirë se që kemi qenë. Për të thonë ndryshe, kanë sakrifikuar dhe kanë bë investim që ne mos t'i dorëzohemi regjimit dhe sistemit serboslav. Të asoj kohe, sepse është e njohur të ndershëm vëllezër, nëse ndon me sundu një popull, varfërua dhe e sundon. Andaj janë bë 3-4 dekada prej kohërave të vështira, por ne nuk mund t'i harrojmë ato të mira e që këta janë meritor pas Zotit të madhreshëm. Gjithsesi të ndershëm vëllezër, që kemi nevojë të bëjmë kronologji të kaluarës për ta ruajtur të tanishmen. Ai investim i madh që është bërë në të kaluarën nga mërgata jonë në radhë të parë për ta ruajtur mirëqenien e jetës tonë, siç tham, për të mos ju nënshtruar regjimit të asaj kohe e që e ka dashur këtë. Për atë arsye dhe kanë nxjerrë rinjin viteve të 90 dhe para viteve të 90 nga ky vend me qëllim që të na skllavërojnë. Por ka dashur Allahu që ne të jemi kështu, që jemi sot, falë Allahu të madhreshëm, e pastaj edhe kontributdhënësve nga vëllezërit tanë mërgjimtar. Këta janë ata që e kanë marrë gjallë arsimin në atë kohë kur janë mbyll universitetet tek ne dhe janë mbyll shkollat. Këta kanë marrë gjallë me kontributin e tyre. Dhe mendoj për kontributin e paraluftës, po flas në pika shumë të shkurta, për shkak kohës së nxehtë dhe të shkurtë, këta e kanë përmbyll kurorën e investimit që kanë bërë me investimin e tyre që kanë bërë për ta mobilizuar luftën çlirimtare të Kosovës, e që kjo është kurora më e madhe që këta kanë bërë për këtë vend. Prandaj të ndershëm vëllezër, janë mbledh miliona marka të asaj kohe që ne t'jemi sot qështu që jemi, që unë të flas shlirë këtu në vendin tem, edhe ju të vini në xhuman në xhamit shlirë, edhe të esni në për vendin tonë shlirë dhe mërgjimtar të vinë sot shlirë në vendin e tyne. Dikush po ka investu, dikush e ka lënë vendin veten keq, dikush po ka sakrifiku vite me radhë, pra ka sakrifiku tham shëndetin, jetën, paran që sot jemi kështu si jemi. Jo vetëm kaq të ndershëm vëllezër, por këta kanë vazhdu të investojnë edhe pas çlirimit, edhe pas luftës. Prandaj dhe themi se kanë ri me këmbë shumë biznese, kanë ndërtuar shumë shtëpi, shkolla dhe xhami, edhe rrugë dhe infrastrukturë, dhe shumë të tjera dhe vazhdojnë edhe me tutje. Mërgata jonë, pjesa dërmuese e tyre, pushime të vinë t'i bajnë
në vendlinjen e tyre. Që gjithsesi është interes i përbashk, jo vetëm ekonomik. Kjo është një prej interesave, mbi të gjitha interes vëllazëror, sepse udhëtimi i tyre tani, udhëtimi i tyre tani prej vendeve të ndryshme botërore merr një kahje tjetër, merr një konotacion tjetër. Udhëtimi i tyre prej çfarë do vendi që vinë në Kosovë është udhëtim i ibadetit, i adhurimit, sepse këta vinë për me i vizitu prind të tyre, me u pre të prind të tyre, me i vizitu farefisin e tyre, por kalon vizita e tyre, udhëtimi i tyre në zjaret, që e dënë Zoti shumë. Pra në vizit për t'i majtë lidhjet farefisnore. Prandaj edhe se cilin prej tyre nëse interviston këto ditë, thot, po vi me i vizitu prind, po vi me u hap derën prindve, vëllezërve, tapërmve e kështu me radhë. Prandaj të ndershëm vëllezër, kjo është një sakrificë, kjo është një investim, për neve mbetet që t'jemi mirë njëhës. Patjetër që shumë çka kemi për të thonë për mërgatën, por duhet t'i kujtojmë mërgatës edhe këtë, se gjeneratat ndryshojnë. Kanë ardhur gjeneratat të reja pas luftës, të cilit nuk ju njohin juve sa keni sakrifiku. Prandaj aty këtu dikush mund t'ja shënë ai fjalë, por mos t'ja tërheq vëmendjen fjalët e mendim letëve, e mendje letëve. Por po ju them se të gjithë ne u jemi falendërues përjetësisht dhe lusim Allahun për juve vazhdimisht. Për secilin për juve, madje ka një herë dhe veç e veç, për kontributin që e keni dhënë dhe vazhdoni ta e bëni. Po edhe nëse ne nuk ja vdim për nerë, edhe nëse ne nuk dim ju vlerësu, Allahu i madhëreshëm nuk ja harron. Ai ja vlerëson më së miri. Siç dhe thot Allahu xhelle xhelaluhu, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Çdo hajër, çdo të mirë që ju e bëni, Allahu e din. Edhe nëse njerëzit nuk e din, Allahu e din, Allahu e vlerëson. Pra nëse Allahu ta vlerëson, atëherë edhe nëse njerëzit se vlerësojnë, ai nuk harrohet. Pastaj, edhe një siharish tjetër, gjithsesi që të shumtë janë siharishe që na përgëzon pejgamberi alayhis salam për këtë kontribut, të përgjithshëm, po edhe në mënyrë të veçantë për temën që po flas, se kontributin që ju e keni dhënë është sadaka për juve, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam. Investimin që e bën për vetveten tonë, për gruan tonë, për fëmijën tonë, për ty është sadaka. Pra, krejt shkon sadaka, nëse koka sadaka, nëse shkon për sadaka investimi, yt privat që u shehesh, vesh mbathesh, për gruan, për fëmijën, po qysh nuk është sadaka për vllaun, për axhen, për dajen, për kusherinin, për këtë venin. Gjithsesi që është sadaka. Madje sadaka e çmueshme. Kështu që përgëzohu. Allahu nuk ta harron dhe nuk do duhej me unal në pengesat rrugës, por duhet me vazhdu rrugën. Pra mos japni vëmendjen fjalëve të dashakeqësve, të mendjeletëve që mund ta elshojnë ai fjalë, por dini se e tër Kosova ju pret ballhapur dhe jemi të lumtur që vini. Apeli im për juve është që gjithsesi të vazhdoni të vini sepse vinin familjet e juaja, e keni obligim me vizitu prindët e juaj dhe farefisin, por gjithsesi apelojmë që këtë ja përsjellim i fëmijëve të juaj, që fëmijët e juaj gjenerata e 2 dhe 3 të vinë në vendlinje se këtu e kanë farefisin. Pastaj apelojmë dhe ju porosisim që ju keni shku atje për të punu, rune fejnë e juve, rune kulturën e juve, rune gjuhën e juve, sepse përmes këtyre mjetëve, pastaj keni mboles të Zoti për mundin, sakrificën që e keni bën dhe vazhdoni ta e bëni. Gjithsesi si shumë çka ka për të thonë në drejtim t'juajin, unë e lutem Allahun e Madhërisëm që t'ju shpërblen për tër kontributin që keni bën dhe vazhdoni ta bëni. Lutem Allahun që krejt ajo që keni bën dhe bëni të adresohet në konton e sevapeve t'juaja. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, këta që janë prezente dhe ata që nuk janë prezent për i mërgatës, e gjithsesi që mesazhi jonë është universal për gjithë mërgatën, ka do që janë dhe ku do që janë, çfarë do vendi që janë, lutemi vazhdimisht që Zoti i Madhërisëm t'i shpërblen dhe të kalojnë çaste të mira, si zakonshëm edhe këtë vit, pra
xhamia në Vetërnik, këshilli i xhamisë në Vetërnik, nesër hap derën për mërgjimtar, sikur që ka qenë në vitin e kaluar, pra kemi një aheng të veçantë, kemi një pritje të veçantë nesër për mërgatën, jeni të mirësarët të gjithë, pas namazit të drekës, ku do t'i kalojmë disa çaste së bashku dhe njoftohemi me rrjedhat e xhamisë, aktivitetet e xhamisë e kështu me radhë. Kjo është ajo që kemi ne mundësi me bë për juve. Përveç që ju përkujtojmë, përveç që lutemi për juve, pra xhamia në Vetërnik tani ky është viti i dytë që e bën këtë organizim për mërgjimtarët në mënyrë ekskluzive. Pra, prej namazit të drekës e tutje i presim mërgjimtar, t'i kalojmë disa çaste së bashku me ta. Pastaj të ndershëm vëllezër, në fund të kësaj hutbe e përcjell edhe një apel nga Kryesia e Bashkisë Islame. Kërkon Bashkia Islame në grumbullimin e fundit për ndërtimin e xhamisë në Malishev, ku do t'jetë një kompleks në fakt, xhamia e Gurit siç e kanë emërtuar, e cila ka një sipërfaqe dikon prej 74 arëve, ku do ta ketë kostën dikon prej 3.5 milion euro, pra do t'jetë një kompleks jashtëzakonisht i mirë. Kërkon që sot të grumbullojmë fonde për këtë kompleks, ai që ka mundësi, gjithsesi që kemi folë në të kaluarën për vlerën dhe rëndësien e vakufit. Pra, nëse kemi lanë diçka të çmueshëm në këtë botë, e dim që investimi për vakuf është investimi më i miri, më i çmueshmi, sepse Allahu xhelle xhelaluhu pra e ka garantuar investimin për vakuf. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na bën të dobishëm, lutim Allahun që t'i pranon prej neve dhe juve të gjitha veprat e mira, ti të kalon mëkatet tona, tmetat tona. Lutim Allahun xhelle xhelaluhu na udhëzon neve, fëmijët tan, familjarët tan. Allahu xhelle xhelaluhu ta udhëzon mërgatën ton. Allahu xhelle xhelaluhu ti shëron të smuarit tan, ti të kalon hallet për hallëxhinive dhe ti mëshiron të vdekurit tan.